Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, si çdo ditë, duke ju uruar që në udhëtimin tuaj të ditës të ketë veçmbarësi. Sot do të ndalemi përsëri në atë dashurinë e madhe të Shkodrës, siç është arti, siç janë aktivitetet artistike, siç janë artistët, grupet e ndryshme, formacionet orkestrale e të tjerë, sepse për hir të së vërtetës në Shkodër gjen dhe ka shumë artistë që punojnë këtu, që rrezatojnë me punën e tyre, por kudo që të ndodhen, edhe jashtë Shkodrës, ata përsëri e shohin qytetin e tyre më shumë të dashur si një pikë nisje, një pikë kthimi e një pikë gjithmonë marrëdhënie të vazhdueshme. I them këto fjalë sepse gjithmonë vera ofron mundësi të tilla, edhe për kulturën ka një dritare tjetër, një hapësirë tjetër, është vetë Stina që ofron mundësi të hapta aktiviteti artistik, por edhe në përshtatje me situatën që kalojmë, këto shkojnë në një sinkron të mjaft të mirë. Natyrisht Stina e Verës për Shkodrën në sektorin e kulturës nuk ka pushim. Përkundrazi, ka një plan të vazhdueshëm aktivitetesh, por ka edhe një traditë e cila vazhdon vit pas viti dhe që ka vendin e vet në çdo ditë të kësaj Stine. Për të folur rreth një programi artistik veror, në të cilin Bashkia e Shkodrës si organizatorja, menaxhuesja, drejtuesja, orientuesja e shumë çka, kam ftuar sot në këtë studio zonjën Brunilda Alleshi, përgjegjëse e artit dhe e trashëgimisë kulturore në drejtorinë e kulturës në Bashkinë Shkodër. Mirëmëngjes Brunilda, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, dhe faleminderit për ftesën. Në krye të herës dua t'ju uroj edhe një herë, sepse kemi një shkputje dhe gjatë kësaj kohe ka ardhur në jetë fëmia i tretë juaj, i cili është një vajzë e mrekullueshme, Rea, dhe dua t'ju uroj jetë gjatë dhe të lumtur. Faleminderit. Së bashku me motrën dhe vëllain më të madh. Faleminderit. Si një nënë e re, si ndjehesh në punën tënde? Nën e re. E re? Sepse vajza e vogël Rea është vetëm pak muajsh, apo jo? Po, e vërtet, pas një pushimi relativisht të zgjatur në kohë, unë rikthehem në pozicionin tim të punës, i cili në fakt në të vërtetë nuk jam shkputur në asnjë moment. Të kam parë në orkestrën frymore, e cila pati koncertin e saj të mrekullueshëm Mbrëmje Muzikore në ditën ndërkombëtare të muzikës. Po, dhe me të cilin ne hapëm një seri aktivitetesh, të cilat këtë vit do të shtrihen përgjatë gjithë territorit të Bashkisë Shkodër, duke filluar nga plazhi i Velipojës deri në Theth. Do të ketë aktivitete pothuajse në çdo hapësirë të territorit të Bashkisë Shkodër gjatë gjithë verës. Kjo është risia. Dhe duhet të thënë që aktiviteti i cili organizua në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Muzikës pati një pritshmëri shumë pozitive edhe për publikun, por edhe për ne si institucion, i cili na u duk si e fillua me këmbë të mbar, besoj. Publiku reagoi pozitivisht ndaj këtij koncertit, sidomos, megjithëse gjatë paradites është organizuar edhe një takim me ekspertë të muzikës, me profesionistë të muzikës, të cilët hollën edhe tezat e tyre për të përmirësuar jo vetëm klimën artistike, por edhe për të ndërhyrë dhe për të dhënë mesazhe konkrete në lidhje me edhe me trajtimin e artistëve solist, sidomos, por edhe trajtimin ndoshta në një të ardhme jo shumë të largët
edhe të kuadrit ligjor të artit dhe kulturës, i cili duhet thënë që ka problematika veçantë dhe ka problematika. Vërtet të japësh kontribut me aktivitet është njëra anë shumë e rëndësishme, por edhe të hedhësh mendime për përmirësimin e një klime të përgjithshme që lidhet me edukimin muzikor, me këndvështrime sa më profesionale të muzikës, është një detyrë shumë e rëndësishme artistit. Sigurisht, kjo është një iniciativë e Qendrës Kulturore Pjetër Gaci, e cila do të vazhdojë. Besoj se do të ketë edhe takime të tjera me ekspert të fushës, të cilët të gjithë bashkë do të mund të ndihmojnë njëri tjetrin për të përmirësuar, thash, jo vetëm klimën artistike, por për të përmirësuar dhe për të dhënë mesazhet e duhura në lidhje me e thënë ndryshe në transmetimin e vlerave të muzikës së mirë dhe të perceptimit po kaq mirë nga publiku. Po. Dhe mbrëmja 21 qershor, si edhe ju e dini, u mbyll me koncertin e Orkestrës Frymore, koncert premier, duhet thënë. Orkestra Frymore vjen në skenë pas rreth pothuajse një vit, pas një viti shumë të vështirë që kaluam të gjithë, dhe ardhur në skenë pas një mungese kaq të gjatë, Orkestra Frymore u shfaq shumë dinjitoze, duhet thënë. Solistët e ftuar ishin të rinj dhe të reja, edhe profesionistë sigurisht, të cilët me talentin dhe me përgatitjen dhe me seriozitetin që tregojnë në çdo aktivitet që organizohet, qoftë nga institucionet e Bashkisë Shkodër, por edhe bashkëpunëtorët tonë, tregojnë një profesionalizëm i cili duhet thënë që në Shkodër është normal, është në ADN në tyre. Në fakt, ashtu thoni, edhe është e vërtet, është në ADN, por sa entuziastë janë hapat e këtyre artistëve të rinj, të cilët performojnë në skenat të Shkodrës, por jo vetëm, me kualitet artistike. Atëherë, këtë vit, ju e dini, po kthehemi në pak në pranverë dhe pastaj do të vazhdojmë flasim edhe sepse çdo gjë është e lidhur. Po, flasim edhe për aktivitetet e tjera të verës. Këtë vit, për herë të parë, në Qendrën Kulturore Pjetër Gaci është ngritur një grup të rinj, të cilët performojnë të ashtu quajtur tashmë kanë marrë edhe një emër Gen. Praktikisht është New Generation, por Gen tingëllon edhe më shkodrançe, edhe më thellë. Dhe entuziazmi i të rinjve të qytetit të Shkodrës, duhet thënë, është i veçantë dhe është për tu përgëzuar, sepse të merresh me art, jo vetëm që është sakrificë, por kërkon edhe një angazhim dhe punë të përditshme dhe angazhim të përditshëm në lidhje me duhet sakrifikosh pjesë të çmuar të kohës tënde për me ja dediku artit. Arti është një shkencë disiplinare, nuk është diçka që bëhet rastësisht dhe një herë në ca kohë. Jo, arti është disciplinar dhe për këtë arsye të rinjt që merren në përgjithësi dhe çdo ditë me art në Shkodër për mua janë trit modelit të këtij qyteti. Dhe grupi i ngritur në Qendrën Kulturore Pjetër Gaci, i cili drejtohet nga pianisti dhe kompozitori Markelian Kapitani, dha një koncert me datën 6 maj, besoj ditën e luleve, i cili filloi aty u hapëm herën e parë. Hapëm zemrat me tingujt që ofroi ai grup, në hapi zemrat. Dhe shpresoj që edhe aktivitetet që do të vinë dhe që do t'i prezantoj sot, jo duke i treguar të gjitha, por si një program i përgjithshëm, i cili shpresoj që të hap zemrat e gjithë territorit Bashkisë Shkodër, sepse kjo është ajo që kemi nevojë, sidomos pas
pas atij vitit vështirë që kaluam gjithë bashkë. Ajo që më bëri përshtypje që në krye të herës është shtrirja e këtyre aktiviteteve në njësi të ndryshme administrative që përmbledh Bashkia e Shkodrës. Është një risi, ndoshta e këtij viti, i cili mendohet që skenën ta dërgojë në zona të ndryshme, aty ku spektatori nuk ka mundësi ta ndjekë në Shkodër, por përkundërsisht të shkojë atje. Sigurisht, atëherë gjatë gjithë verës do të ketë aktivitete artistike, kulturore, sportive, rinore, të cilat, siç ju thash edhe më parë, shtrihen në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, duke filluar në ato zona të cilat janë interaktive dhe janë në interes edhe në të mirë të turizmit, jo vetëm të turizmit, por edhe si një hapje ndaj një skene të re, artistike, kulturore, sportive dhe rinore. Ju besoj e dini që çdo vit në plazhin e Velipojës organizohen nga sektori i sportit, rinisë dhe arsimit në drejtorinë e kulturës. Do të jemi së bashku me Winifreda pas disa ditësh. Unë nuk do të flas gjatë për ato aktivitete, por është krijuar tashmë një traditë për aktivitetet sportive të cilat bëhen dhe zhvillohen çdo vit në plazhin e Velipojës. Dhe kjo traditë do të vazhdojë. Ashtu siç do të vazhdojë tradita e aktiviteteve më të vogla që janë koncertet e verës, të cilat shpërndahen në vende të ndryshme të qytetit, me të ftuar grupe të ndryshme të rinj, të cilët do të promovohen rishtas dhe profesionistë të cilët kanë një karrierë të caktuar në jetën e tyre, por koncertet e verës do të zhvillohen gjatë gjithë muajit korrik, deri në fillim, deri në ditët e para të gushtit, dhe do të ketë 4 koncerte, të cilat duke qenë në ambiente të ndryshme i çon publikun, shkon tek publiku, pra nuk vjen më publiku tek ti. Në fakt janë artistë të rinj këto, apo do të jenë disa Shkodrës? Po, kryesisht do të jenë artistë edhe do të ketë edhe të ftuar nga jashtë Shkodra, por kryesisht janë të rinj të cilët jetojnë dhe janë nga Shkodra, pra, dhe jetojnë dhe punojnë. Muzika e tyre është muzikë tradicionale apo do të jenë disa lloj programesh në koncertet e verës. Është krijuar një traditë shumë e bukur e këtyre koncerteve, pasi pavarësisht se janë koncerte të përmasave jo shumë të mëdha, por krijojnë impakt shumë pozitiv tek publiku, sepse rrymat muzikore në të cilat që zgjidhet të luhen në këto koncerte, e para janë të ndryshme dhe e dyta janë atraktive për publikun. Vërtet një publik që i ndjek ose jo shumë. Është interesant të dinë se këto grupe muzikore jetojnë në Shkodër, pra kanë treguesit e tyre, kanë emrat e tyre, kanë ato sipërmarrjet e tyre të vogla ose jo krejt të vogla, por që ju jepet mundësia që të ngjiten në një skenë, dhe këto janë ndoshta ndër hapat e parë të rrugtimit të tyre. Ne kemi grupe rinore të cilat karrierën e tyre e kanë filluar në këto koncertet e vogla që organizohen nuk janë edhe krejt të vogla, sepse në të mund të ndiqen nga 200-300 spektatorë. Ne i quajmë të vogla edhe në raport me buxhetet që jepen për aktivitete të tilla. Megjithatë, po thoja që në këto koncerte ka grupet që janë formuar për këto koncerte dhe që sot performojnë dhe përfaqësojnë Shkodrën edhe në rang kombëtar. Dhe shumë grupe nga këto njihen dhe janë sot që na përfaqësojnë në festivale kombëtare. Megjithatë, edhe këtë vit do të ketë risi, do të ketë grupe të tjera, sigurisht që do të rikthehen edhe grupe që kanë qenë në vitet e kaluara,
edhe n'gen do të ketë surprizën e vet në këto koncerte, nuk më lejohet të flas më gjatë, sepse për ndryshe pastaj do humb surprizën dhe interesin që e rëndësishme që të japim një informacion që inicion shumë çka. Po. Domethënë, gjatë gjithë muajit korrik ne do të kemi koncerte çdo javë në qytetin e Shkodrës, në pika të ndryshme të qytetit. Një gjë e mrekullueshme, por unë e di që tradita, vazhdimësia ka të tjera tregues artistik apo jo? Sigurisht, sepse tradita sjell në Shkodër edicionin e 59 të festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë, i cili do të jetë rreth pas një jave. Me datën 3 korrik. Po. Fëmijët më të mirë mbar shqiptar do të performojnë para Bashkisë Shkodër, tashmë në një skenë, sepse viti që shkoi u realizua sipas kushteve dhe protokolleve që u vendosen edhe nga institucionet përkatëse. Këtë vit do t'i kemi në skenë para Bashkisë Shkodër, do t'jetë një edicion i jashtëzakonshëm, do t'jetë një emocion i jashtëzakonshëm në 59 vjetorin e festivalit mbar kombëtar të fëmijëve. Do të kemi sigurisht repertor të ri, sigurisht disa perla të cilat do të mbesin në fondin e artë të këngës për fëmijë. Dhe unë i ftoj përzemërsisht të gjithë qytetarët e Shkodrës që ta mbështesim dhe t'i japim vendin që i takon këtij festivali dhe atyre fëmijëve të cilët punojnë me një pasion të jashtëzakonshëm, sigurisht të drejtuar nga profesionistë të cilët kanë dhënë shumë shka, se nuk di të gjej një fjalë më të madhe për këtë qytet, të cilët kanë vite e vite që e drejtojnë jo vetëm institucionin e Qendrës Kulturore për Fëmijë, por edhe festivalin e fëmijëve, me një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Duhet përmend, aty janë shumë në fakt. E fillojmë me mjeshtrin e madh Kujti Malia. Në veçanti do të falenderoja maestron Kujti Malia dhe sigurisht edhe maestron tjetër Roland Guli. Thash janë shumë dhe unë nuk do përmend të tjerë emra vetëm për faktin sepse nuk du të harroj ndonjërin, sepse aty bëhet një punë e jashtëzakonshme me fëmijë. Një punë me shumë dashuri. Me aq shumë dashuri sa nga ai festival mund të numërohen me qindra dhe me qindra talente të cilat sot përfaqësojnë Shqipërinë, Shkodrën dhe Shqipërinë, edhe jashtë vendit, me profesionalizmin e tyre të marrë në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Kjo është më se vërtet, dhe nëse do t'i drejtohemi në një farë mënyrë historisë këtyre festivaleve, gjejmë që Shkodra gjithmonë ka qenë në fest kur ka qenë festivali. Sot është festivali. Po. Sot është festivali dhe të gjithë kanë pasur një interes të jashtëzakonshëm. Këngët janë mësu prej fëmijëve, janë përhap në salla, nuk janë gjetë bileta, ndërsa tashti është mundësia që ta shohin atë falas, por në një skenë të hapur, ndaj besoj se është një fest. Sigurisht, data 3 korrik duhet jetë festa e fëmijëve, festa e mbar qytetit të Shkodrës, por edhe e fëmijëve mbar Shqipërisë. Për sa ditë vjen festivali? Do të jetë vetëm një ditë. Një natë. Një natë, po. Dhe sa këngë këndohen? Atëherë janë rreth 20 materiale të reja, të cilat do të vijen në skenën e Bashkisë. Është një mrekulli që të dhurosh emocione të tilla. Sigurisht, ka diçka nga ai festival i fëmijëve me këngët e atij festivalit të fëmijëve, unë jam rrit. Me të njëjtat këngë të festivalit të fëmijëve, po rriten fëmijët e mi. Ja mëson fëmijëve, sepse janë këngë bukura. Sigurisht. Dhe kjo është tradita dhe vazhdimësia e një aktiviteti siç është festivali mbar kombëtar i fëmijëve. Dhe prandaj ne duhet ta ruajmë me fanatizëm dhe të gjithë bashkë duhet ta mbështesim me seriozitet
sigurisht publiku duhet jetë prezent dhe të japë lloj emocionin. Urimet më të mira, përshëndetjet më të përzemërta të gjithë pjesëmarrësve të këtij aktiviteti madhor, i cili i kalon kufit e Shkodrës, i kalon kufit e Shqipërisë, është mbar kombëtar dhe rrezaton kudo që të ndodhen shqiptarët dhe shkodranët, apo jo? Po, kjo është e vërtetë dhe ashtu siç jemi rritur ne, po rriten edhe fëmijët e shqiptarëve jashtë vendit me këngë të këtij festivali. Dhe sa rëndësishme është që kjo muzikë e mirë të jetë një shkollë e curisë së tyre artistike, sepse kështu ka qenë tradita. Të mos e humbim. Do të thosha të mos e humbim asnjëherë në shkolla, në aktivitete të tjera, apo jo? Ashtu besoj. Për të vazhduar me aktivitete të tjera, të cilat janë një hon që qyteti i Shkodrës merr për gjatë gjithë verës. Duhet të përmend këtu festivalin Zafest, i cili këtë vit do të ketë 4 koncerte, duke filluar nga qyteti i Shkodrës, në territorin e Bashkisë Shkodër, në Kalan e qytetit, në Theth, do të përmbyllet në Theth, por do të ketë aktivitet edhe në qendrën e Shirokës, do të ketë tashmë Zafest është përhapur në një territor me disa skena, jo vetëm natyrore, por edhe skena të ngritura dhe dedikuara për festivalin Zafest. Gjatë muajit kush do të jetë apo? Jo, atëherë aktiviteti Zafest do të jetë në 29, 30, 31 korrik, 1 gusht. Pra janë gjatë 4 ditëve dhe do të ketë edhe aktivitete të tjera interaktive bashkë me koncertet. Do të ketë balet, do të ketë, nuk dua t'i zbuloj të gjitha, sepse për ndryshe Vlashenti Sata, e përshëndesim dhe e ftojmë që të jetë prezent në mëngjeset tona. Po, në drejtimin e këngëtarit tonë të mirënjohur Vlashentit, do të ketë disa aktivitete të cilat besoj se do të mirëpriten nga publiku, do të vinë ndryshe këtë vit Zafest, dhe shpresoj shumë që edhe tashmë Zafest është një aktivitet i cili ndiqet rregullisht. Ka një pasaportë të tij. Kam përshtypjen se nganjëherë jo çdo gjë, këtë e kanë thënë të shumë, po jo çdo gjë e keqe i ka të gjitha të këqijat. Ndoshta një periudhë pandemie gjeneroi ide dhe mundësi që shumë gjëra të bëhen edhe në forma të ndryshme, edhe me mundësi të ndryshme të tjera, gjë që i përhap shumë, po të nisemi nga aktivitetet artistike. Vjet Zafest për shembull në Kala. Si vjet është sken Kalaja përveç qytetit, përveç Thethit, përveç. Pra, gjithsesi vit pas viti krijohet një praktikë e re, e cila e shton atë mundësinë e aktivitetit, e zgjeron hapësirën e saj. Pra, gjithsesi, tradita është edhe një shkollë më veta. Sigurisht, jo vetëm tradita, por edhe eksperienca që krijohet vit pas vitit, eksperienca e festivaleve të tilla, të cilat janë, duhet thënë, janë të niveleve të mëdha, kërkon një punë intensive dhe ekipi i këngëtarit Sata është një ekip i zgjeruar, tashmë është një ekip i madh, i cili ofron një mori aktivitetesh brenda aktivitetit. Dhe kjo është ka mediume të veçanta. Po. Dhe prandaj besoj se Zafest do të mirëpritet dhe sigurisht do të mirëpritet pa publiku. Po aktiviteti tjetër madhor që tashmë është vërtet me një pasaport profesionale dhe që ofron artist të Shkodrës, por jo vetëm, është Shkodra Jazz Festival. Në edicionin e 12.
Dhe që besoj se do të Dhe në ketë edicionin e 5 të Rock Academy. Rock Academy. Po. Janë prurje që bashkohen dhe që gjithmonë kulmojnë me vlera, me hapësira të reja. Vjet kishim masterclass, kishim aktivitete, koncerte, ashtu siç edhe vitet e mëparshme. Besoj se do të ketë një fytyrë të re. Apo Atëherë, propozimi që është bërë për këtë vit nga Shoqata Kulturore Rokjaka, e cila organizon çdo vit Shkodër Jazz Festival tashmë, dhe aktiviteti i cili mbështetet çdo vit nga Bashkia Shkodër, propozimi artistik që është bërë këtë vit është i përmasave shumë të mëdha, do të thënë. Është një aktivitet që zgjat për rreth 4 javë. Do të ketë shumë koncerte. Do të ketë risi edhe në organizimin dhe në përqimin e mesazheve në Rock Academy. Rock Academy, ju e dini që është akademia e ngritur verore, e cila çdo vit në Shkodër sjell figura dhe artistë të niveleve ndërkombëtare. Edhe këtë vit do të jenë degët jazz, klasike, jazz, i cili drejtohet nga pianisti dhe kompozitori Marketian Kapitani, do të jetë dega klasike që drejtohet nga Paqelin Babaci, me bashkëpunëtorët, sepse të gjithë këto kanë bashkëpunëtorë. Kanë skuadra pas vetes dhe të cilët punojnë me një pasion dhe me trinj. Do të jetë dega e Fisharmonikës, i cili drejtohet me Bardhjakovën, do të jetë edhe dega e New Technology. Kjo është një degë më didaktike që trinjve i orienton drejt një profesionalizmi didaktik në lidhje me shkrimin muzikor. Është diçka më specifike. Pastaj do të ketë koncerte të ndryshme të trinjve, e veçanta e këtij viti, propozimit artistik që është bërë dhe menaxherel të akademisë është sepse është zgjeruar në harta e pjesëmarrësve student, të cilët do të marrin pjesë në leksionet masterclass të cilat ofrohen falas nga Rock Academy. Tashmë Rock Academy ka marrë një frymë europiane edhe në lidhje me interesin dhe interesimin e trive që duan të jenë pjesë. Besoj se do të kemi një aktivitet tashmë të përmasave kombëtare dhe përtej kombëtare. Është vërtet entuziaste të mësosh mbi këto projekte, po duke u ndalur tek projekti që ju lançoni, më bën përshtypje frymëmarrja që merr veprimtaria, një mundësi komunikimi i muzikantëve, artistëve të rinj, por jo vetëm, që vinë nga vende të ndryshme, nga qytete të ndryshme, nga hapësira shqiptare, por jo vetëm. Do të desha të pyesja, sa interes kanë artistët e Shkodrës, këto të rinj, këto që janë në shkollën e muzikës, këto që kanë hapat e parë, sepse ka masterclass, ka aktivitete, u ju ofrohen, ka mundësi që ato të marrin pjesë? Sigurisht, çdo vit në masterclasset e ofruara në Rock Academy kam patur si pikë kryesor të rinjt e qytetit të Shkodrës. Dhe çdo vit ka pas pjesëmarrje të trinjve të qytetit, të cilët studiojnë muzikë sigurisht, në masterclasset e Rock Academy. Sepse aty fillon, aty buren. Rock Academy është një dhe e parë nga ky këndvështrim, mendoj se menaxhimi i gjithë këtyre forcave nuk është i lehtë.
apo jo? Sepse ka lloje të ndryshme të muzikës, brenda artit muzikor, ka artistë të stadeve të ndryshme, por që të gjithë janë në sprintin e rrugtimit të tyre, përderisa ka dëshira për të ngjitur në skenë, ka mundësi, ka buxhete, është një larmi problematikash, por edhe një ritmik ecjesh. Sigurisht, për të thënë edhe një herë fjalinë që e filluam, të merresh me art është sakrificë, por kur gjërat bëhen me dashni të madhe, sigurisht që edhe rezultati është i tillë. Ne punojmë me buxhete modeste, duhet thënë, sepse këto janë mundësit, por në çdo aktivitet jepet shumë dashni. Dhe kjo është ajo që aktivitetit i jep një energji tjetër dhe i jep një pozitivitet tjetër. Dhe prandaj të rinjt i duan të tilla aktivitete. Më bën përshtypje që Bashkia e Shkodrës, e cila është organizatorja kryesore, është menaxhuesja, është orientuesja, ka zgjedhur partner të vet artistik, të cilët janë specialistë të fushave dhe që menaxhojnë aktivitetet që kanë krijuar traditë. Si është kjo marrëdhënie me këto partner artistik që ju keni në realizimin e këtyre aktiviteteve? Marrëdhënia është korrekte, shumë korrekte, artistike, shumë artistike, është dashamirëse dhe shumë dashamirëse. E bukur, për ndryshe nuk do të kishte vazhdimsi. Sigurisht. Ndërkohë që meqense se vera është një stinë e mrekullueshme për të gjithë, por edhe një që për jetën artistike në Shkodër ofron mundësi. Nuk është e ndalur, ne nisëm nga pranvera, ajo stinë ku u çliruam në një farë mënyre nga një atmosferë as pak normale, jo shumë frymëzuese. Ndërkohë që ne do vijojmë dhe këtu nuk do ndalen, sepse me sa di unë menjëherë shtatori, Prag Vjeshta, ofron të tjera veprimtari, të cilët në një farë mënyre hedhin një vështrim të ecjes. Në fushën e muzikës, nëse nuk gaboj, nga tradita e viteve të mëhershme, hedhë dritë mbi festivalin Lulebor. Në fushën e artit skenik është teatri. Por para festivalit Lulebor është Ahengu Shkodran, një traditë është më e krijuar ndër vite dhe që mirëpritet nga publiku, që realizohet çdo vit në kuadër të ditës kombëtare të trashëgimisë kulturore. Po. Ndërkohë që skena teatrore ka të tjera aktivitete. Sigurisht, teatri Migjeni mezipret, publiku mezipret të ndjek aktivitete të cilat janë duke. Ju e dini që teatri tashmë nuk është ndalur, pavarësisht pandemisë, teatri ka dalë në terren dhe kjo është një risi e sjell nga teatri Migjeni për të inkurajuar edhe të rinjt të cilët kanë bërë vetë regjit e tyre. Kemi patur një seri të mrekullueshme të Kolishanes, i cili do të vazhdoj dhe besoj është duke vazhduar këto ditë pikërisht në oborret Shkodrane. Jo, do të vazhdoj, besoj edhe si traditë në të ardhmen, në mënyrë që të shkoj pse jo edhe teatri tek publiku, jo vetëm publiku në teatr. Sepse, siç thatë edhe ju, pandemia na mësoi të punonim edhe ndryshe. Dhe me shumë vlera në shumë aspekte. Ndërkohë që më pas krijimtaria mblidhet për festivalin e të tjerë. Krijimtaria po mblidhet për festivalin Lulebor. Ka disa javë që është hapur thirrja për mbledhjen e krijimtarisë të festivalit Lulebor. Ai festival tashmë ka marrë rrugën e tij. Ka shumë interes. Deri tani ka interes mjaft. Është një festival që Shkodra e don dhe kompozitorët vetë e duan, sepse ai festival ka rikthyer një mentalitet të humbur, duhet thënë, me vite me radhë, në cilin performohen live gjithçka. Dhe kjo është
risia që Lulebor, festivali Lulebor solli në Shkodër me krijimtari të re, gjithçka luhet live në atë festival. Dhe kompozitorëve ju kishte munguar kjo lloj ndjesie dhe prandaj ka interes tek kompozitorët. Besoj se kjo ndjesi po zëvon tashmë kasetat e tjerë sikur po fillojnë të shpërfillen në një farë mënyre. Po e them kështu CD e tjerë. Muzika e gjallë është e pazëvendësueshme. Emocioni që të krijon muzika e gjallë është e pazëvendësueshme. Vërtet Brunilda, ne u ndalëm në një sër aktivitetesh. Ato do të kenë radhën e tyre her pas here, ditë pas dite, por ajo çka është e rëndësishme dhe çfarë është e rëndësishme shumë për publikun, është mundësia që u jepet një publiku të gjerë në hapësira natyrale për t'i ndjekur këto koncerte. Po. Dhe kjo është dhe shpërndarja në një territor akoma më të gjerë është vërtet një nga karakteristikat e kësaj vere. Sigurisht, e tham disa herë që aktivitetet do të shtrihen në gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, për sa i përket aktiviteteve artistike. Pastaj ka edhe aktivitete të tjera të cilat besoj se do të ketë kusht flas për to edhe nga Bashkia Shkodër, por në lidhje me aktivitetet artistike këtë vit kemi një kalendar të ngjeshur, por i cili do të sjellë një frym dhe një qasje dhe një pozitivitet për publikun, besoj. Shpresoj që pikërisht këto ndjesi të bukura të përçohen tek një publik i gjerë, ashtu siç është publiku i Shkodrës, dhe ashtu siç arti edukon nëpërmjet performancës një publik akoma më të kultivuar. Ju falenderoj shumë për këtë informacion të zgjeruar, gjithmonë me interesin që në radhën e aktiviteteve madhore që ju përmendët, të trajtohen në mënyrë të veçmas secili prej tyre. Edhe njëherë mbarësi dhe shumë suksese juve si drejtuese, Bashkia Shkodër natyrisht si organizatore dhe menaxhuese e gjithë këtyre aktiviteteve, por çdo artisti i cili e ndjen se duhet të ngjitet në skenë, të thojë edhe të lançojë talentin, artin e tij, ta përçojë atë tek spektatori e natyrisht të krijojë ndjesi të bukura. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, faleminderit Radio Shkodrës dhe në veçanti ty Merita, pasi çdo vit dhe në çdo aktivitet artistik kulturor ti ke një vëmendje të veçantë, duhet thënë, për këtë fushë dhe është diçka e cila vlerësohet dhe vlerësohet shumë, sepse pa gazetarin, pa gazetarin dhe pa publikimin e këtyre aktiviteteve dhe pa lançimin dhe promovimin e këtyre aktiviteteve dhe territorit të Bashkisë Shkodër, do të ishte e pamundur të realizonim gjëra kaq të mëdha. Unë mendoj, Bruna, që është një hallk. Një hallk që e zinxhirit të realizimit në një farë mënyre. Ne nuk bëjmë do një punë. Dhe me ju kjo hallk funksionon. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. O det të bukur të qelë ty agimi